hyrje gjenetike njerëzore të njerëzve, por kryesisht të fëmijëve. Tani, ato që kanë dalë nga fajlet e Epsteinit, treguhet që janë të vërteta, por kur i thoshim ne në emisionet tona, dukeshin si teori konspirative. E mbani mend emisionin që kemi folur për hermafroditët? Shikojeni, në vitin 2013 e kemi thënë, ose e kam thënë dhe kam shkruar. Shikoni, se po ndodh diçka në gjenetikën e njerëzve, po ndryshojnë gjenetikën e njerëzve, nuk e di se si. Disa thonë nëpërmjet ushqimit, disa të tjerë thonë nëpërmjet ajrit, ne nuk e dim. Megjithatë, ato që kanë zbuluar sot në fajlet e Epsteinit janë vërtet njerëzore. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Kush ka ju nuk e ka parë, kanë dalë disa fajle tani të Epsteinit së bashku që ka folur së bashku me një biolog i quajtur Robert Trevis. Dhe i thoshte këtij biologu se si duhet të ndryshonin gjenetikën, pra hormonet e fëmijëve, por meshkujve, jo femrave, sepse femrat nuk dalin ashtu siç duhet, por meshkujt. Pra le të ndryshojnë gjenetikën, ose më mirë hormonet në mënyrë gjenetike të vegjëlve që të duken më shumë femra, të duken si femër, sepse kanë më shumë avantazhe. Pra, kjo është ajo çfarë ka dalë në fajlet e Epsteinit, por e përsëris edhe një herë, në vitin 2013 e kisha përgatitur me kohë, që në vitin 2010-2011 këtë përmbledhje, flisja se si të rinj, pra çuna të rinj, në të moshës 8, 9 vjeç, 11 vjeç, i kanë lindur me gjoks, tamam si femra. Po, quhet ginecomastia, por në të vërtet nuk është një çrregullim, siç e quan shkenca, sepse le t'i themi haptazi, dreqi e mori, sepse nuk ngurojmë që të themi haptazi gjëra, sepse dikush thotë që nuk e grada, dikush thotë që nuk je profesor, doktor apo ku ta di unë. Ne secili prej nesh ka të drejtë që të flasi për një argument të tillë, sepse prek të gjithë fëmijët tanë, prek familjet tona. Është merr që ta mendosh, është merr. Nuk e di pse, por kanë vendosur që të ndryshojnë gjenetikën e njerëzit. Nëse e keni vënë re që kur që ka filluar prej kohësh, që thonë nëpër rrjetet sociale apo ku ta di unë, që mund të ndryshohet mënyra e të sjellurit të rinjve. Pra, kryesisht e kanë fjalën për çunat e rinj. Dhe gocat, por kryesisht për çunat. Pse lind pyetja, për çfarë arsye? Dhe tani marrëdhëniet dhe ato që nuk mund t'i themi emrin, janë bërë të hapta gjithandej. Bile do t'ju them, është vendosur edhe në përshkolla që ju mësojnë